Elina, pse është e rëndësishme mbajtja e traditave? Për mua janë shumë të rëndësishme, sepse na rikujtojnë traditat dhe historitë të vjetërve. Aleja, pse nuk duhet me I harru traditat tona? Sepse janë simbolet tona, janë traditat tona që të vjetrit I kam pa të veshur për gjithçka. Dua, traditat a janë është të shkuara apo e ardhmja jonë? Edhe të shkuar dhe të ardhmat tona. Edhe dua të ruaj gjithmonë. Traditat tona janë të rëndësishme se duhet miru brez pas breze. Irisa, e pse ti të pëlqejnë veshjet kombëtare? Pse janë të mira dhe më pëlqejnë. Mua më pëlqejnë veshjet kombëtare sepse I kanë vesh parët tonë dhe na do të mi kujtu brez mas breze. Mua më pëlqejnë veshjet kombëtare sepse janë të rëndësishme dhe janë traditat tona. Se jam shqiptar edhe kallëzojnë histori për vendin time. Rajana, am tregon si ndihesh ti kur veshesh me rroba tradicionale? Unë ndihem shumë mirë sepse janë veshje popullore. Veshje kombëtare janë të rëndësishme se janë traditat tona dhe populli jon.